Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Nuk ishte vetëm tradhtia, zbuloi arsyeja e madhe që fshihet pas ndarjes së Mateos dhe Brikenës. Ndarja e bujshme mes Mateo Borrit dhe Brikena Selmanit, e cila ka qenë një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit në rrjetet sociale, mund të mos ketë qenë ashtu siç është perceptuar nga publiku. Gazetari i njohur Elton Tozaj ka bërë një deklaratë surprizuese gjatë një lidhje telefonike në radio, ku ka hedhur dyshime të forta mbi vërtetësinë e ndarjes së çiftit. Sipas tij, Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë realisht, por gjithçka është pjesë e një strategjie marketingu për të tërhequr vëmendjen e publikut. Ai u shpreh se Mateo dhe Brikena nuk janë ndarë, por e gjitha kjo është bërë për marketing. Ribashkimi i tyre do të ndodhë shumë shpejt dhe pikërisht në emisionin sportiv Top Arena, shtoi gazetari. Kjo deklaratë ka ngjallur me një reagime në rrjet, pasi prej ditësh ndjekësit kanë diskutuar gjerësisht për raportin e dyshes dhe arsyet që çuan në largimin e tyre nga njëri tjetri. Nëse pretendimi i Tozajt rezulton i vërtet, atëherë publiku mund të jetë dëshmimtari një prej ribashkimeve më të komentuara televizive të momentit.